Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti se në pranverën e vitit të ardhshëm do të jetë sërish kandidat për të drejtuar partinë më të madhe të opozitës. Po, do ketë një garë për kryetarin e PD-s. E hapur, urdhë? Po sigurisht do jem. Pyetja është kjo. Edhe pse statuti miratuar në kufundin e 11 dhjetorit parashikon largimin automatik të kryetarit kur humbet zgjedhjet parlamentare, i vetmi deputet që ka mbrojtur këtë tezë është kryetari i Forumit Rinor Besar Xhaferi, i cili një ditë më parë deklaroi se Berisha duhet largohet e të mos garojë sërish. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha komentoi këtë qëndrim duke vënë në dukje se 11 maj ishte farsë elektorale, ndaj nuk aplikohet neni dorëheqjes. Ju garantoj se çdo deputet antar mbështetës i kësaj partie do të jetë i lirë të shprehë çdo mendim që ka. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet të jetë i saktë. Statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa, dhe tani që ta mbyllim këtë punë, do të jetë antarësia e Partisë Demokratike ajo që do i bëj interpretimin përfundimtar. Berisha komentoi edhe vendimin e Zheni Gjergjit, ish deputete dhe ish antare kryesisë Partisë Demokratike për të pranuar një post nga administrata socialiste për të drejtuar spitalin e Elbasanit. Për Sali Berishën, të gjithë ata që shkelmojnë mbi atë besim dhe mbështetje janë automatikisht i jashtë kësaj force politike, sepse 99.9% mos më shumë ose 999% të atyre që i kanë mbështetur, këta individ janë pa punë, janë në kushtet vështira, por nuk ipen. Partia Demokratike për 4 mandate radhës i ka mbetur në opozitë dhe largimet nuk janë një fenomen i ri. Por pas 11 maj, të paktën 3 antarë të kryesisë PD-s, që është një prej forumeve më të larta politike, kanë pranuar poste nga administrata socialiste.